Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka vendosur të heqë masën e bllokimit për llogaritë bankare të kompanisë së lidhur me investimin në zonën e Zvërnecit, vetëm pak kohë pasi ato u sekuestruan në kuadër të një hetimi mbi dyshimet për tjetërsim pronash. Sipas burimeve të cituara nga media, janë zhbllokuar llogaritë e kompanive të lidhura me biznesmenët nga Katari, vëllezërit Ramez dhe Mohamed Al Kayat, të cilët janë të angazhuar në projektin turistik të planifikuar në këtë zonë. Të njëjtat burime bëjnë me dije se vendimi për lirimin e llogarive është marrë për të shmangur pasoja të mundshme ligjore dhe përballje në arbitrazh ndërkombëtar. Megjithatë, SPAK nuk ka ndërprer hetime dhe vijon verifikimet lidhur me pronësinë e tokave në zonën e Zvërnecit. Më herët kryeministri Rama kishte deklaruar se hetimet për çështjen e pronësisë duhet të vazhdojnë, por pa penguar investimet e huaja strategjike në vend. Në kuadër të njëjtit hetim, SPAK kishte vendosur sekuestro edhe mbi llogaritë bankare të kompanisë Albanian Land Development. Gjithashtu, një nga administratorët e saj, Redi Struga, është kontrolluar nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit si pjesë e veprimeve procedurale. Hetimi lidhet me dyshimet për një skem të mundshme të kalimit të pronave shtetërore në pronësi private. Në fokus të verifikimeve ndodhet edhe Artur Shehu, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara dhe përmendet nga burime hetimore si një nga persona që dyshohet se ka pasur rol në procesin e pretenduar të tjetërsimit të pronave.